Mos e luni kryeministit se ka hallat e veta. Ashtu, bravo. Ka hajt tuft të lashëm, i ka pti ka këtë popull, gjymsën e ka këto gjymsën i shtetit. Ajo është për munohet mi mbledh. Ai munohet të gëmëlloj. Ai nuk o thjesht që meno për vete. A kupto ti? Nuk meno, jo meno për ne. Për ne. Po sigurisht, për ne. Për ne. Patjetër. Ashtu. Ne shiqyr që e kemi, nuk e di çfarë po bëhet gjithë kjo luftë e madhe, gjithë propagandë kaq e madhe nëpër media, nëpër televizione, që e shajnë, ofendojnë, bëjnë gabimin më të madh. Gabimin më të madh bëjnë gjithë mediat, që dalin e shajnë dhe thonë gjithë këto që flasin ti nëpër rrugë. Nuk i kanë sytë në vend, Thonë ka djadh, është hajdut, thonë. Po s'është fare. Ç'e gjej, lëllë epitete që vjen vëlla. Ço më që më bëj ço ku gjej. Si mundet më burrë, si mundet. A ka pas një Shqipëri njëri kaq mirë si ky? Po çfarë po ne do ta fillojmë nga fillimi? A bet zogu? I çojnë në Angli. Enver Hoxha në Japoni. Po. Edi Rama në Dubai. Po. Ku është më mirë? Mo me Leverdiku në ra. Dubai pra, i sillin lekë tu. Mo me Leverdi, ne ta kara, me ne pa buk. Po. Kjo. Ashtu. E merrshëm me racion. A di si parimi komunizmit o kështu, se ne këto komunistën. Edhe këto, po këta janë komunista moderu. Parimi, lene popni pa buk më sa me ne politika. Po. Kjo parimi. Parimi në Hoxhës. I Stalinit, i Leninit, aty në një dy klusha kurva ata në Rusia, vaje për mos e hip ta që po polo. Po mirë, nëse të jo mos e hip për frikë, jo, po mos e hip për publikun. Për publikun, për çështje etike, për frikë. Tash çdo Na pas një frikë. Ja,